Ulluni, ndëgjoni këta fëmijë se kanë shumë për të thonë, kanë shumë për të dhënë. Fëmijët me nevojat e veçanta nuk kanë nevojë për mëshirë, kanë nevojë për mirëkuptim, mbështetje dhe përfshirje. Por ne si familje nuk është edhe aq sfidë e madhe, por në përgjithësi është pranimi i shoqërisë të këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta, qoftë me autizëm, qoftë me sindromin Down, do thotë vetë mentaliteti i shoqërisë. Ndoshta mungesa e edukatës e tillë, do thotë që të pranon këta fëmijë si fëmijë normal, si fëmijë shumë pozitiv, si fëmijë shumë potencial, me shumë kapacitet. Do thotë ajo është sfida kryesore. Pastaj vijnë ato sfidat financiare, sfidat e ndihmës për shtetit, institucioneve shtetërore e kështu me radhë. Institucionet nuk duhet vetëm të flasin për mbështetje, por ta dëshmojnë atë me veprime konkrete, shërbime cilësore dhe mbështetje reale për çdo familje. Sfida për fëmijët e jashtëzakonshëm autik, normalisht mbështetja institucionale çdo herë është e mirëseardhë dhe njëkohësisht është e zbekt nga ajo të cilën kërkohet dhe nga ajo të cilën është e nevojshme, sidomos për kujdesjen dhe mbështetjen e prindve. Normalisht çdo gjë që bëhet nga ana institucionale është e mirëseardhë, por nga ana tjetër duhet edhe prap një fokus i hartimeve të politikave sociale dhe shëndetësore, të cilat mbi gjitha kanë të bëjnë me inkorporimin dhe integrimin e fëmijëve autik në jetën tonë shoqërore. Nga ana tjetër, psikologët bëjnë thirrje, sa më herët të identifikohet dhe të punohet, aq më e madhe është mundësia për zhvillim. Është shumë e rëndësishme që të bëhet diagnostifikimi i hershëm ose të bëhet evidenca e parë e simptomave dhe natyrisht këtu duhet nënat pak ta kenë ngritjen më të lartë dhe të ndërgjetësohen edhe të kuptojnë këto gjëra. Për atë arsye unë jam i tharë i asaj që çdo prind para se të lindë fëmijën të ketë një prindëri të mirëfillt ose të marrë mësim se si duhet paraprakisht të trajtohet fëmia që në foshnjë e kështu me radhë. Të rrisësh një fëmijë me autizëm nuk është vetëm sfidë, është forcë, durim dhe dashuri pa kushte.